Po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani. Po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani. Ku muslimani dëshirojnë që vëllai i tij musliman të jetë i uritur. Dëshirojnë që ai të ndjej frikë nga njeriu. Po jetojmë në kohën kur po ndërpriten lidhjet familjare. Po ndalohet namazi dhe ibadeti për Allahun e plotfuqishëm në shtëpinë e tij të parë në tokë, El Aqsa. Po jetojmë në zamanin në të cilin po kërkojmë ndihmën e jo muslimanëve. Atë ndihmën e kësaj bote, që mos të vdesim, sepse vllai ynë musliman, këtë po na e mohon. Po jetojmë me shpresë dhe me lutje që vllai ynë musliman të na thirrë dhe të na ndihmojë në nevojat tona të jetës së kësaj bote, për nevojat fizike të ushqimit dhe pijes. Sepse muslimanët janë një trup dhe një shpirt, pavarësisht origjinës, kombësisë, racës, gjuhës. Ne jemi një umet. Të gjithë ne që bijem në sejdë për Allahun e plotfuqishëm. Besimtari vjen në xhami për ta falur namazin me xhamat, me dëshirë që, me atë rast, të takohet me vëllezërit e tij, t'u jap selam, t'i pyes ata ka ndonjë nevojë, ose t'u shpreh atyre sa i vet ka ndonjë nevojë për ndihmë, ose për ta ndihmuar dikën tjetër. Ky është vëllazërimi përmes 5 namazeve ditore. Namazi i xumas. Çdo javë mbledh më shumë njerëz që pas namazit të xumas të takohen dhe t'i shkëmbejnë përshëndetjet, përvojat e punës, nevojat. Pastaj 2 bajramet. I mbledhin në xhami njerëzit nga gjithë vendi, edhe nga vendet e tjera që të vijnë në shtëpitë e tyre. Ti takojnë të gjithë njerëzit dhe tu dëshirojnë çdo të mirë. Pastaj me agjerim gjatë muajit Ramazan, muslimanët i kujtojnë ata që nuk kanë as bukë as ujë dhe ju ndihmojnë me zakat. Dhe pastaj në haxh, e gjithë bota nxitojnë në një shtëpi, Bejtullah, që bashkërisht të qëndrojnë njëri pranë tjetrit. Kjo është fuqia e Islamit. Dhe të gjithë ju mbahuni fort për litarin e Allahut, Kuranin, dhe mos u shpartalloni. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rriti në Medinë, hapi i parë që bëri ishte vëllazërimi muhaxhirëve me ensarët. Besimtarët janë vëllezër. Ky unitet dhe kjo vëllazëri reflektohet në faktin se ata i kanë ndarë të gjitha të mirat ndërmjet tyre, madje edhe nëse ndonjëherë ajo ka qenë e nevojshme për veten e tyre. I duan ata që vijnë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur farë ndihmi për atë që u është dhënë atyre, artacakëve. Por më tepër duan t'u bëjnë mirë atyre sesa vetes, edhe pse madje vet janë nevojtar. Surja Hashr 9. Shpërbërje e bashkësisë dhe vëllazërisë. Nga momenti i parë i shpalljes së La ilaha illallah Muhammedun Resulullah, armiqtë e Islamit të mësuan fuqinë e besimit në një Zot. Dhe ai ishte bashkimi, xhamati dhe vëllazëria. Dhe qysh atëherë kanë filluar intrigat se si t'i përçajnë muslimanët me njëri tjetrin. Sepse luftimi kundër besimtarëve musliman të tillë nuk i jepte rezultat. Ishte e nevojshme të futej fitneja dhe të përçajeshin muslimanët në mesveti. Në një rast, një muhaxhir e kishte goditur me shuplak një ensar, i cili ishte zemruar dhe kishte filluar ta tërras fisin e tij për ndihmë, me që rast edhe muhaxhiri kishte filluar ta tërras fisin e tij për ta ndihmuar atë. Këtë e dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ndaloi veprimet e tilla, të cilat të bëjnë thirrje në paganizëm dhe xahiliet. Mirpo, që nga ai moment, munafiqët filluan të shfrytëzojnë muslimanët më të dobët dhe t'i nxisin kundër njëri tjetrit. Llojet e zemrave njerëzore. Zemra e njeriut mund të jetë 1. e shëndosh, 2. e sëmur, ose 3. e vdekur. Zemra e shëndosh e njeriut është ajo e cila është plot iman, e kërkon të mirën dhe e largon të keqen. Kjo është ajo zemër e cila i friksohet të ndëshkimit të Allahut dhe e synon mëshirën dhe faljen e Allahut. Do të jetë i shpëtuar vetëm kush i paraqitet të Zotit me zemër të shëndosh. Surja Shuara 89. Zemra e sëmur është ajo e cila shtiret se është në iman, kështu që kur është me besimtarët, shoqërohet me ta, ndërsa kur mbetet vetëm ose me hipokritët dhe jo besimtarët, atëherë ju bashkohet atyre kundër muslimanëve. Zemra e smur është plot smir, krenari, egoizëm. Ajo është e përmbytur me dyshim dhe pasione, si dhe me të gjitha ato që do të ngrihen mbi të tjerët në këtë botë. Zemrat e tyre janë të sëmura me ignorancë. E Allahu u ashtoi atyre sëmundjen. Ata i pret dënimi i ashpër për shkak se gënjejnë. Surja El Bekare 10. Zemra e vdekur është ajo e cila i shërben njeriu që ta jetojë jetën e tij të kësaj bote deri në një kohë të caktuar, por në fakt dhe në të vërtetë ajo është e vdekur, sepse adhuron gjëra të tjera, njerëzit, kafshët. Ajo në fund nuk mund ta kuptojë as lumturinë e dynjas. Ndërsa në ahiret,
e pret vetëm shkatrimi. Mirë për ata që e kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu, të tillët janë në humbje të qartë. E Zumer 22. Ata, hebrejt, thanë, zemrat tona janë të mbuluara. Jo, s'është ashtu. Por ata i ka mallkuar Allahu për shkak të mohimit të tyre. Dhe prandaj, prej tyre shumë pak besojnë. Surja El-Bekare 88. Qëllimi i përbashkët i çdo muslimani është fitimi i kënaqësisë së Allahut dhe vendosja në kopshtet të xhenetit, në të cilat zemrat dhe shpirtrat nuk do të friksohen, por do të kënaqen. Muslimani ka një Zot, një libër dhe një pejgamber të fundit që e pason. Në këto 3 gjëra lihen më njën dhe fillohet me ndonjë piknisje tjetër, atëherë as fundi nuk do të jetë i suksesshëm. Kush konfirmon sinqerisht, unë jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, që Islami është feja ime dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi im, do të shpërblehet me hyrje në xhenet.